3 persona janë arrestuar ndërsa një tjetër është lënë në arrest shtëpia në Elbasan me akuzën se kanë çuar në falimentimin e 7 fasonerive me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore. Policia e Elbasanit ka ekzekutuar masat e sigurisë arrest në burg për 3 administrator, njëri prej të cilëve italian. 60 vjeçari italian u kap në Rinas në tentativë për t'u larguar nga vendi. 40 vjeçari Algert Kau, që administronte 2 fasoneri, u kap nga shërbimet e komisariatit të policisë numër 4 në Tiranë, ndërsa tjetri arrestuar është 27 vjeçarja Zyhra Kreci. Në arrest shtëpi është lënë një 31 vjeçare ekonomiste. Ndaj këtyre personave rëndojnë akuzat për disa vepra penale: mospagimi i taksave dhe tatimeve, falimentimi i provokuar, mashtrimi, shpërdorimi i kompetencave dhe fshehja e të ardhurave. Ndërkohë në sekuestra konservative janë bërë 7 subjekte dhe 12 llogari bankare të tyre. Albert Kau administronte 2 fasonerit, Gea AF dhe Gea FJ në Tiranë. Zyhra Kreci kishte në administrim subjektin Tomja Figo në Elbasan. 2 subjektet MGP dhe VPA me administrator italian Giuseppe Lamachia në Durrës. Kjo e fundit ushtronte aktivitetin edhe në Elbasan. Ndërkohë vijojnë hetimet për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë skem mashtrimi.